në 98.999. Nga 1 shtatori, konsumatorët në Kosovë që shkyqet nga furnizimi me energji elektrike për shkak të mos pagesës së faturave do të përballen edhe me një tarifë për rikyqje. Tarifa e re do të aplikohet krahas tarifës së shkyqjes e cila tashmë është në fuqi. Megjithatë, ende nuk është bërë e ditur se sa do të jetë kostoja që konsumatorët do duhet të paguajnë për rikthimin e furnizimit me energji elektrike. Kesko ka bërë të ditur se ka pranuar njoftim zyrtar nga operatori i sistemit të shpërndarjes për fillimin e zbatimit të kësaj tarife. Sipas njoftimit të OSSH-s, nga 1 shtatori 2026 do të aplikohen tarifat e rikyqjes për konsumatorët që janë shkyqur nga rrjeti për shkak të mos pagesës së detyrimeve financiare dhe që kërkojnë rikyqjen e furnizimit me energji elektrike. Kesko ka bërë thirrje qytetarëve që faturat e energjisë elektrike t'i paguajnë brenda afatave të përcaktuara me qëllim që të shmangin procedurat e shkyqjes si dhe kostot shtesë që lidhen me shkyqjen dhe rikyqjen e furnizimit. Nga ana tjetër, njosja e energjisë elektrike Daut Maloku e ka konsideruar të papranueshme zbatimin e një tarife të tillë. Sipas tij, vendosja e një kostoje shtesë ndaj konsumatorëve, të cilët tashmë përballen me pasoja për mos pagesën e faturave, duhet të shqyrtohet me kujdes. Në vërtet, ky farë dënimi që ju bëhet qytetarëve është i paligjshëm, sepse është gjykuar. Kurse tash po dojmë prapë, po duket me kthyer të njëjtën gjë. Sidoqoftë me hyrje në fuqi të tarifës së re, konsumatorët që nuk i kryen me kohë obligimet e tyre do të përballen me kosto shtesë përveç faturës së papaguar. Gjykata speciale ka publikuar